Kjo është dalja e parë dhe e fundit, kështu u shpreh Akili në një intervistë ekskluzive televizive. Dalja e tij nga reality show Ferma VIP ishte e papritur, me sa duket gjërat s'kan shkuar siç ai ka besuar ndaj ai rrëfen, se e pren në bes. Po të ktheja kohën pas, do të thoja 1000 herë jo për të mos qenë pjesë e programit. Janë disa gjëra të brendshme, mund të them se u preva në bes, jam shumë i penduar që u bëra pjesë. Dua të harroj sa më shpejt. Kur dola jashtë, kuptova si luhet loja, ndaj s'do ta bëja më, tha Akili. Pas debateve në program ai u atakua si sulmuesi vajzave, ndërkohë që tregon se ajo që njerëzit kishin perceptuar për të ishte krejtësisht gabim. I rritur edhe në shtëpinë e tij mes vajzave, kurse sipas tij, s'mund të ketë gjuhurrejtjeje ndaj femrave. Nisur nga situatat në reality show, duket se edhe ëma e tij ishte ndikuar aq sa, sipas Akilit, kur ishin takuar i kishte thënë, nuk po të njihja më. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.